pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Ibrahimin alaihi salam se ka pas fëmijësi jo vetëm me fëmijën e parë i cili është, po e ka llogarit 40 shtëpi me njën, 40 me njën. E kështu që ai i cili është mbanesë nuk duhet ta llogarit ai i cili është përmito apo përfundi i tij apo poshti, atëherë vetëm ata 2 me qenë fshi. Jo, duhet ta llogarit të gjithë bllokin, pa marrë parasysh sa banesa janë 30 banesa. Ta llogarit. Ai i cili është sipër ti apo përfundi i tij, atëherë ti llogarit ata që janë më të afër, parasysh se me ata domethënë duhet me pas ti me dalë më shpesh, edhe duhet mi respektuala më shumë mirë, po jo vetëm me u ndërprej atij, po duhet hala me shku domethënë më larg sa ti ket mundësit njeriu. Domethënë se njeriu nëse e ndan dashurinë, e ndan mirësjelljen, e ndan jetën bashkë me njerëzit, me fëmijët, me të afërmit, me ata të cilët jetojnë në banesë apo në bllokun të cilin banon, ative se ka më jashtu jeta, vetëm se Allahu subhanahu wa taala ka më zgjeruar gjoksin, vetëm se Allahu subhanahu wa taala ka më jashtu dashurinë, nuk është se dashuria ai masandej ka më shpërndanë të gjithë bllokin edhe masandej dashuri ka më paku, jo, dashuria sa më shumë që ta shpërndajsh, ç'është më shumë ajo të shtohet. Kështu që njeriu duhet secili prej neve të niset prej veti, duhet t'i jap këshill vetvetes, ta qortoj vetveten, nëse nuk ja qeli derën fëmijët apo nëse nuk ja marr numrin e telefonit, nëse nuk i gjen, nëse ka ndonjë nevojë, ndonjë smundje apo atëherë sigurisht se nuk llogarin prej atyre të cilët i respektojnë fëmijët.